Policët, mjekët, ushtarët. Pothuajse të gjithë punonjësit publik në Kosovë rrezikojnë të mbesin pa paga nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Dështimi për formimin e një qeverie të re ka rritur rrezikun që Kosova të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Për ekspertin e financave Haki Shatri, shteti rrezikon të falimentojë teksa mund të mos ketë para as për paga e as për pensione shtesa për fëmijët në fillim vitin e ardhshëm. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Shatri thotë se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nisma për ndryshimin e ligjit për buxhetin, apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të 2026-s. Nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje që të funksionalizohet 1/12 e buxhetit në janar, edhe termet të ketë, nuk guxon askush të ndërmarrë asgjë. Ish ministri i ekonomisë dhe financave thotë se pa një qeveri të re, në janar s'do të ketë para as për ushtrinë e policinë. Shënjestër.net